Edhe motra me gjithë atë shoferin dalin edhe hinë në vetur, vllavi më rirat, kur çfarëndime si japin. Edhe në atë minutë mshelin derën dhe ikin përpej. Pacienti ka qenë me lëndime të rënda trupore. Me shku në policin e qytetit të Gjakovës. Përshëndetje Borem, shpresoj që je mirë, po du me lajmëru një rast, vetëm ju lutem me qenë anonim. Unë kam dojen me aftësi të kufizuara dhe me datën 31/12/2025 në Gjakov, ambulanca e Gjakovës ka pasur një pacient duke e dërguar në spital dhe janë dalë për të marrë kifle në një furrë dhe doja im i është afruar ambulancës për të shiquar dhe ata e kanë shtyer me bëks për toke. Dojës ja kanë thyer kukin dhe e kanë lënduar shumë keq. Doja jem nuk din të flas dhe shoferi ambulancës dhe një grua bashkë me të e kanë lënë të shtrit për toke duke bërtit. Ju lutem shumë që ta keni parasysh këtë dhe ta postoni. Gruaja që pretendon të jetë motër medicinale, pasi që ka dal nga furra e ka pa dojën të shtrirë për tokë, vetëm ka kaluar mbi trupin e tij dhe ka hip në ambulancë dhe ka vazhduar rrugën. Unë i shkruva këtij personit që më ka shkruajt mua dhe i lypa detaje ekstra, e kena lanë me u taku në Gjakov tashte, po nisemi edhe me marrë detaje, po t'inglën këgja rast i të mërshëm kështu. Për ndryshe derisa të mrejna, mos harroni te Pozhegu Brothers i keni ofertat më të mira rreth patundshmërive në treg, vizitojeni pozhegubrothers.com. Te spitali i Gjakovës na dhanë këto bexhat me u fut brenda. Antoni, familjari i viktimës në këtë rast, është të na prit nalt, po shkojmë bashkaresht si e? Përshëndetje. Si e? A je mirë? Mirë, si ti? Qysh je? Mirë, Antoni. Po vetë Antoni. Anton, na paka shumë kena fol ma herët. Ky është personi Po, ky është vllavi im, Kristian Çunaj. Okay. Se rasti i vllavit tim ka qenë kështu. Unë ishte në dyqan të punu. Ke shkon me ble një bukë në furrë të pashtriki Dardani. Edhe të dalë prej pashtrikit me bukë, vjen një ndihmë e parë nga peja. Okej. Edhe thonë mjeti ambulancës ambulancës të pesë, aja nalet të pashtriki, një motër edhe shoferi. Si kështu, hinë me ble bukën, vllavi jam del prej furre. Kur del prej furre vllavi, me njëherë një pacient i ndihmës parë e qel derën. Vllavi pak afrohet, edhe del edhe ma shtyn vllavin. Kush e shtyn? E shtyn ai pacienti që është në mrena ndihmë parë. Okej. Po. Si kështu, ma shtyn vllavin edhe marrëzën. Edhe më vjen fjala mrena 10 minuta një lajm i shumë i hidhur, thot Anton vllavi u karzu. Unë atë moment e shoh vllavin. Shkoj edhe pse një çfarë traume shumë. Vllavi ka në gjendje të mirushëm. As nuk ishte në gjendje se kapi, as nuk ishte në gjendje t'ja dhon ndihmën e parë. Edhe motra me gjithë atë shoferin dalin edhe hinë në vetur, vllavi më rirat, kur çfarë ndihme si japin. E motra, do me thonë, punojnësit shëndetësor, Shëndetësor, në këtë rast e shohin. E shohin, duke ndodhur. patjetër, janë kamerat. Apo? Po janë kamerat. A keni xhirimet? Xhirimet po për momentin nuk na kanë dhënë xhirimet, e kam po pak e shumë, po s'mi dhon, s'mi kanë dhënë. Ajo? Si kështu. A i ka policia Po, xhirimet? policia patjetër i ka. Kjo është i hendikepum. Apo? Po, kjo është me meta psiqike, nuk fol. Asi rasti mu ka duk të merri Zotit. Çka ka pësu prej ati incidenti? Vllavi ka pësu s'ka pati ndjenja i, vetëm ka ardhur të piskat në atë aspekt, s'ka di çka bën ki, nuk ka di se kjo është pagoj njëri. Ki nuk din vetëm të piskat atë të ndjenjat e veta. Po mu ka shkatru, mu ka lëndu me trauma. Me pa vllavin asë gjendje është të mërshëm në Kosovë. E pastaj, çka ka ndodhur me ta? Ka pas një farë Vllavi ka kukin e thyn, të krisën komplet. prej ati incidenti? Rasti, po. Si kështu, atër që denë e krym, me një profesionale ma kanë kry, se thot, erdhë e fisë vula, thot, Anton po vje keq, vllavi është i thymi në kukë. Se kështu duhet me marrë masa sa ma shpejt, monohem në çdo aspekt me ta kry këtë punë. Si kështu unë jam pri natës vitit 3, do me thonë, te që tash e hane a ka qenë operacioni ti. Është operu? Operu vllavi. Falë Zotit, 4 orë doktori ka qenë operacion. Fizvula. Anton, unë të falenderoj shumë.
Na që tashti kena me shku në policia dhe kena me marrë informata shtesë rreth rastit edhe në çfarë piket procedura vjen aktualisht. Shumë faleminderit. Anton, falenderoj shumë. Faleminderit për shumë zemërsisht. të kaluar. Faleminderit shumë për zemërsisht stafin e juaj. Këtu jemi me doktor Fisnik Vulën, i cili është marrë me rastin e pacientit edhe e ka kry operimin e pacientit. Në fjalë, Dok, a mënesh me na kallëzu çu ka qenë gjendja e pacientit kur ka ardhur, kur e keni pranu këtu në spital? Po. Pacienti ka qenë me lëndime të rënda trupore, në një fraktur të pjesës proksimale të femurit të djathtë, të majt, të multifragmentare, ku spari është bërë imobilizimi i ekstremitetit. Pastaj në marrë analizat laboratorike, mbot gjitha ekzaminimit e nevojshme me rentgen, me CT, me gjitha dhe është përgatit për intervenim kirurgjik. Përpara intervenimit kirurgjik ka marrë disa doza gjak, cilat kanë qenë të nevojshme, të domosdoshme për të u përgatit pacienti për operim. Si thyrje ka qenë thyrje shumë e komplikume, e cila është zgjidhur pa problem. Tash prej spitalit të Gjakovës e pot gjendjen e pacientit, kemi me shku në policinë e qytetit të Gjakovës edhe me këshyr në çfarë fazat hetimit janë për këtë rast edhe sidomos nëse i kanë marrë xhirimet edhe nëse mujna me i siguru xhirimet e momentit kur ka ndodhur. Ne ishim te stacioni i policisë pritëm aty disa orë për një përgjigje, mirë po për shkak se ka mungesë personelit sa ashtu siç na thanë që janë shpërndam në për terene për shkak të vërshimeve, kërkun me anis një email ku ne i kom kërku informacione se në çfarë fazet hetimeve janë lidhje me incidentin me 31 janar. Që kjo është emaila që ma kanë kthy nderuar në përgjigje të kërkesës suaj njoftoi që më datë 31/12/2025 rreth orës 10:05 në rrugën Gjergj Sokoli në Gjakovë një patrullë policore gjatë patrullimit ka hasur një person mashkull i moshës madhore i shtrirë në trotuar dhe i cili dukej të ishte i lënduar. Viktima, e cila është person me nevoja të veçanta dhe ka vështirësi në komunikim, është dërguar menjëherë në emergjencë për tretman mjekësor. Pas ekzaminimeve nga stafi mjekësor është konstatuar se viktima kishte pësuar fraktur në këmbë, me që rast është hospitalizuar për trajtim të mëtejnë. Në konsultim me prokurorin kompetent të shtetit, rasti është inicuar si rast penal lëndim i rënd trupor. Njësitë përkatëse policore kanë ndërmarrë veprime hetimore, me që rast janë intervistuar disa dëshmitar dhe janë siguruar prova materiale në vendin e ngjarjes. Bazuar në dëshmitë dhe provat e mbledhura, dyshohet se viktima është shtyrë nga një person tjetër mashkull i moshës madhore, i cili në atë kohë ishte pacient dhe ndodhej në një autoambulancë e cila kishte ndaluar në afërsi të një furre buke. Si pasojë e shtyrjes, viktima ka rënë në tokë dhe ka pësuar lëndime të rënda trupore. Pas hetimeve të zhvilluara, policia ka arritur të identifikojë personin e dyshuar. Sot, më datë 06/01/2026, i dyshuari është intervistuar në cilësinë të dyshuarit dhe me vendim të prokurorit të shtetit i njëjti është ndaluar për 48 orë në mbajtje. Okej, që kjo është përgjigja e policisë së Kosovës, e cila na ka ardhur me email. Tash rasti është në procedim gjyqësor, domethënë personi i cili e ka shty viktimën, cilën patu mundësi edhe me vizitu në spital, aktualisht është në mbajtje sipas policisë 48 orë, gjithsesi na kena me nejt në rrjedha me zhvillimet rreth procesit të gjyqësor dhe kena miu moj të informuar. Që ka shpejme, mos harroni, unë jam Burim Pacolli, me që ta më rëmgjenin këtë platformat, siguroni një follow.